Dënimet duhet t'jenë më të ashpra. Gjykata duhet kujdeset ex officio se personi a është penduar me të vërtetë. Qëllimi i kodit penal, qëllimi i dënimet me kod penal është i parapamë. Do të thotë personi që është dënu, do të me u vedisu, dënimi duhet përputhet me gjitha pikat që kodi i ka parapa. Personi që është dënu, duhet personalisht vetë të kuptoj se duhet të jetë i vetëdijshëm dhe duhet të kuptoj rëndësinë e zbatimit ligjet, qëllimi duhet të arrijë edhe sensibilizim për opinionin e gjerë, qoftë familjen apo personat të cilët mund ta njohin, se një person kur dënohet për dhunë familje nuk duhet t'i jepet dënimi vetëm sa për të thënë edhe në raste kur kryset e pranojnë fajsinë. Gjykata duhet kujdeset ex officio se personi a është penduar me të vërtetë për veprën penale që e ka kry apo don me përfitu prej benefiteve ligjore, sepse ju e dini se në raste kur kryesi shkon me pranimin e fajsisë, përfiton benefite ligjore ku sanksioni duhet të jetë më i butë. Në ato raste, gjykata duhet të trajtoj me kujdes. Dhe në raste kur kryesit e pranojnë fajsinë, atëherë gjykata duhet të hetoj rastin në harmoni dhe me shkresat e lëndës se personi që po e pranon fajsinë apo don thjesht me shpëtu dënimet me marrë një dënim më të butë, apo është penduar për veprën penale që e ka kry. Në praktik, ne nuk kemi parë që bëhen analizat të tilla. Dhe në raste kur gjykata e sheh që personi po don me shpëtu vetëm prej dënimit më të butë, atëherë dënimet duhet të jenë më të ashpra, sepse neve i kemi ligjet, i kemi institucionet. Në disa raste mujnë edhe me u parandalu me u kry vepra, mirë po ka raste praktika e ka dëshmu që nga njëherë edhe nuk mund të parandalohet vrasja, sepse nuk rrethonat e mahershme thjesht nuk kanë qenë aq të rënda sa që çdo rast të imagjinohet se i dhunës në familje do t'i përfundoj me fatalitet.